drejtori e ka përmbushur detyrimin kontraktual apo jo? Dhe ky është diskutim që ne do ta bëjmë me ta paraprakisht. E kemi detyrim ligjor. Nuk janë i lejuar, jam i sigurt që gjithkush e kupton këtë, nuk ka nevojë të kesh formim juridik. Nuk mund ta bëj këtë diskutim publikisht kështu. Do të ulemi, do të flasim. Sikurse diskutojnë ndërmjet dy palëve në një kontratë. Në përfundim të asaj do t'i bëjmë konkluzionet publike, do të themi, shiko, rezultoi që është përmbushur kaq apo nuk është përmbushur aq, apo është përmbushur 100%, apo nuk është përmbushur 100%. Është një diskutim ndërmjet ne të dyve si palë. Akoma nuk e kemi filluar këtë proces. Ndaj shpresoj që ta kuptoni dhe ta mirë kuptoni këtë, jo juve, po e kam në përgjithësi për këdo tjetër dhe për opinionin publik, këtë që thash. Kjo nuk do të thotë që po kërkojmë as të marrim kohë apo të fshihemi. Është kaq e qartë kjo gjë. Kemi marrëdhënie kontraktuale, do të ulemi, do ta diskutojmë zbatimin e kësaj kontrate, si nga ana e tyre ashtu dhe nga ana jonë. Dhe në përputhje me çfarë do të rezultojë nga gjykimi dhe vlerësimi i kontratës, ne do të ndërmarrim edhe hapat tona ligjore. Mola Luko, News. Zoti Celibashi, Partia Demokratike ka denoncuar ditën e sotme, madje edhe me pamje filmike, se është aplikuar fenomeni i trenit bullgar në Elbasan, ku është marrë një fletë votuar nga jashtë, plotësuar dhe më pas është futur brenda në kuti. A keni ju dieni për këtë çfarë ka ndodhur dhe a do të ketë një hetim? Faleminderit. Jo, nuk kemi dieni, nuk na është bërë me dije, por ajo çfarë mund të them pa hezitim është që rasti do duhet të hetohet, të verifikohet nga organet e procedimit penal. Duhet, patjetër, për t'i dhënë përgjigje shqetësimit të paraqitur publikisht. A i kanë miratuar komisionerët e Partisë Demokratike në KZAZ tabelat kompletëse të rezultatit për çdo zonë zgjedhore? Nuk di ta them për çdo zonë zgjedhore, por për votime brenda vendit, në dijenim time nuk ka kontest për përmbajtjen e tabelave të rezultateve. Nuk e di të them për të gjitha rastet 100%, por ne sa herë që kemi një shqyrtim, një miratim të tabelës përmbledhëse, e kemi në atë moment informacion në lidhje me miratimin apo jo të këtyre tabelave nga anëtarët e KZAZ-ve përkatëse. Nuk di të them, nuk na rezulton që të ketë kontest. A ka pasur momente kur jo thjesht nuk ka funksionuar në aplikacionet, por momente të cilat mund të lënë të dyshohet se mund të ketë pasjell problematik nga ato sumet kibernetike. Ja kemi dalë, fal edhe atyre më së shumti që kam bashkëpunuar me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të kemi zero implikim në sistemet tona. Zero. Ja kemi dalë që ti kemi ti smbrapsim, po përdor këtë term se s'më vjen gjë tjetër në mendje, të gjitha këto sulme, qoftë në rastin e Perit po se po, i cili ka ofruar një siguri të plot nga çdo pikpamje dhe përfaqëson një produkt teknik të standardit më të lartë, por edhe aplikacionet e tjera të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, përfshi dhe faqen, përfshi dhe modulin e transmetimit të rezultateve. Besoj janë të gjithë dëshmitar që informacioni ka qenë i pandërprer, nuk ka patur raste të rënjes së faqes apo të aplikacioneve të tjera që përdor Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Këtë për momentin nuk e kam, po
mund t'ja bëjmë publik nëse nuk cënojmë ndonjë normë që lidhet me hetimin apo me procedimin penal. Po numrat këto ishin. Greta Bullari, ABC News. Zoti Cilibashi, dua të kthehem sërish tek votimi nga jashtë, sepse të gjithë patjetër jemi të vetëdijshëm që implementimi ishte për herë të parë në Shqipëri. Megjithatë, më duhet të theksoj se procesi i numërimit ka zgjatur afro 8 ditë, duhet të një kohë rekord, e cila është pasuar edhe me pengesa apo edhe ndalesa. Çfarë parashikon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të ndërmarrë në vijim në mënyrë që mos të kemi të tilla problematika në të ardhmen, po ashtu edhe kontestime nga ana e partive politike? Faleminderit. Nëse nuk u vjen keq të korrigjoj, procesi i numërimit dhe vlerësimit ka qenë pa ndërprerje, nuk kemi patur ndalesa, kemi shqyrtuar dhe kërkesa të cilat mundet në një vendimarrje tjetër nga ajo çfarë ne kemi marrë të sillnin pengesa, por procesi ka shkuar normalisht. Dy momente kanë qenë të rëndësishme gjatë zhvillimit të këtij procesi. Kërkesa e Partisë Demokratike për të veçuar dokumentacionin zgjedhor të ardhur nga shteti grek, të votuesve shqiptarë që banojnë në shtetin grek,